Kryesuesi i seancës së Kuvendit të Kosovës Avni Dehari ka ndërprerë seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Dehari tha se pas situatës së krijuar me mosvotimin e raportit për konfirmimin e mandateve, seanca ndërpritet. Personave të krijuara, me që raporti i komisionit në seancë nuk mori votat e mjaftueshme për, në këto rrethana detyrohemi ta ndërpresim seancën dhe me një letër ta njoftojmë presidentën se si do të veprohet në të ardhmen. Ju faleminderit. Raporti i Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve nuk kaloi. 52 deputet ishin pro, 46 kundër dhe 11 abstenuan. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë votuar kundër raportit të Komisionit të Përkohshëm. Ndërkaq, pro këtij raporti kanë votuar deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje dhe të Nismës. Ndërkohë, Albin Kurti ka dhënë ndërheqje nga posti i kryeministrit para betimit si deputet. Këtë e ka bërë të ditur përmes një letre drejtuar sekretariatit të Kuvendit. Që nga data 23 mars, kur përfundoi mandati i plot 4 vjeçar i qeverisë, qeveria është në detyrë dorëheqje. Në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi në deklaratën që ka dhënë dhe ka pranuar KQZ-ja në 27 mars 2025, Albin Kurti ka theksuar se thekson qëndrimin e tij publik të asaj dite dhe efektivisht është i dorëhequr bashkë me kabinetin e tij qeveritar. Letra vijon për qëllim betimi si deputet i Kuvendit të Kosovës të legjislaturës së 9, po e përcjelli dhe zyrtarisht njoftimin për dorëheqje nga posti ekzekutiv, veçse efektiv që nga data e lartë përmendur sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi.